Për herë të parë që nga pavarësia e Kosovës nuk u votua raporti i Komisionit të Përkohshëm për verifikim të mandateve të deputetëve të legjislaturës së re. Kjo çoi edhe në ndërprerjen e seancës së konstituive të Kuvendit të Kosovës për shkak të paqartësive të krijuar. Tashmë pritet të shihet roli i Vjosa Osmanit dhe se si do e shohë zgjidhjen e këtij ngërçi presidentja nëse do të përfshihet. Por Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se përgjegjësia për hapat e mëtejshëm tashmë bie mbi Kuvendin dhe partitë politike, ndërsa roli i presidentës ka përfunduar me thirrjen e seancës, raporton Ekonomia Online. Në radhë parë duhet ta bëjmë qartë që presidenti i vendit nuk ka rol konsultativ e as këshillues në raport me deputetët, tashmë është në përgjegjësinë e kryesuesit të seancës që të organizojë dhe të mbledh deputetët në një seancë të radhës më së largu 48 orë nga momenti i dështimit, për shkak se nuk ka asnjë arsye që presidentja të caktojë një seancë të re. Në bazë të gjykimeve në fuqi të gjykatës kushtetuese, seanca konstituive thirret vetëm një herë, ajo mund dështojë siç ka qenë përvoja në vitin 2014 për afërsisht 6 muaj, por një e re nuk ka nevojë të thirret nga presidenti apo presidentja e vendit. Kjo nuk kupton që një seancë e re duhet mbahet më së voni të njëjtën paradite, por që proceduralisht nuk përjashtohet mundësia që qysh sonte të mblidhet një seancë e re dhe që në kuptim të përfshirjes së institucioneve tjera, unë besoj që presidentja e vendit do duhet që ta bënte qartë që ajo ka përmbushur obligimin e saj ligjor, derisa tashmë është përgjegjësi e partive politike që cilën jo vetëm me maturi politike, por edhe në harmoni me gjitha ligjet në fuqi, në mënyrë që të plotësohen kushtet formale që të votohet raporti i komisionit të përkohshëm dhe që të procedohet me dhënien e betimit dhe zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit. Seanca e radhës në parlament nuk mund të zhvillohet përpara 48 orëve dhe sipas përcaktimeve ligjore, në këtë formë do të vazhdohet deri në zgjedhjen e kryetarit të parlamentit nëse do të ketë dështime të tjera.